Miq, protestet opozitës, e cila opozita ka deklaruar që protestë radhës do të datën 12 mars, janë bërë si ato festimet ku njerëzit festojnë natën e ndrimit të viteve, ku zbresin që të gjithë në shesh, hedhin disa fshek zjarre, festojnë 2-3 orë dhe pastaj kthehen të gjithë në shtëpi. Kështu janë bërë dhe protestet opozitës, ku protestohet një herë në muaj, që me të që është bërë këtij vendi dhe këtij popullit, nuk duhet dhe nuk mund të protestohet një herë në muaj. Ndërkohë që qeveria dhe kryeministri vazhdojnë punën e tyre pa u ndalur, duke rifreskuar qeverinë, duke hequr ministrat që ishin të lodhur dhe të konsumuar nga elektorati, duke zvendësuar me të rinj dhe duke dhënë një rifreskim qeverisë në zgjedhjet e ardhshme lokale. Ndërkohë që opozita proteston një herë në muaj. Erdhi vera, njerëz duke me pushime, nuk duket më njerëz me protestuar. Ndërkohë që shtator kryeministri kthehet me kabinetin e tij qeveritar, sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë, dhe do vazhdoj punën për të bërë atë që ti të bëjmë më mirë se çdo gjë tjetër, të grabisë dhe të shkatroj këtë vend. E kanë kthyer këtë vend në varfëri ekstreme. Ekstreme. Kur varfëria ekstreme nuk është vetëm mungesë parash, po është mungesë shprese, mungesë mundësish. Është mungesë që njerëzit nuk ndjejnë më shpresën për të ndërtuar të ardhmen në vendin e tyre, por po largohen të gjithë, sepse nuk e shikojnë të ardhmen këtë vend. Po largohen çdo ditë më tepër. Ndërkohë që këta xhvatën dhe vodhën u pasuruan mbi djersën dhe sakrificën e një populli të tërë, kemi një opozitë e cila ka një lider të përjetshëm, një plak të 10 vjeçar, që proteston një herë në muaj. Dhe si mundet ky popull të besoj akoma te ky lider, i cili është i sigurt që nuk do sjelli asnjë gjë, sepse Shqipëria do të çlirohet nga e shkuara, do të çlirohet nga këta njerëz. Përderisa Shqipëria nuk të çlirohet nga kjo klasë politike dhe këta lider të përjetshëm, Shqipëria do të gjithmonë e politikanëve dhe jo shqiptarëve. Dhe ky vend ka nevojë për një opozitë e cila t'i shërbej këtij vendi dhe këtij popullit, jo t'i shërbej liderit, jo t'i shërbej klientëve. Nuk mund të protestohet o njerëz